udhëtime në një prej zonave me historinë, traditën e potenciali më të madh në rregullimin e Shqipërisë, se na televizion u gotoi drejt Bashkisë së Kolonjës, ku u prit nga kryetari i bashkisë Erioni Sahi për të parë nga afër transformimin që ka pësuar kjo zonë vitet e fundit e për diskutuar mbi projektet, investimet e vizionin e zhvillimit të saj, nga qyteti Ersekës te zonat përreth. Ndalesa jonë ishte në disa prej pikave më të rëndësishme, ku realizuar ndërhyrje që synon të ndryshojnë jo vetëm pamjen e qytetit, por edhe mënyrën se sa i perceptohet nga banorët e vizitorët. Në këtë speciale sjellë një panoramë të gjatë të Kolonjës, një zonë që përpiqet të ndërtojë një profil të ri përmes investimeve në infrastrukturë, zhvillimit të turizmit, promovimit të traditës e krijimit të hapësirave të reja për komunitetin. Gjatë vizitës sonë u ndalën disa prej projekteve më të rëndësishme të Bashkisë Kolonjë, duke parë nga afër ndryshimet në qytetin e Ersekës, hapësirat publike të transformuara, ndërhyrjet urbane, por një sfidë që shoqërojnë zhvillimin në një zonë me potencial të madh natyror për kryebashkiakun Erioni Sahi, vëmendjen ndaj Kolonjës e promovimi i vlerave të saj është një mundësi për të nxjerrë në pa një territor që sipas tij ka dhënë një kontribut të rëndësishëm ndër vite e që sot synon të kthehet në një destinacion me më shumë mundësi për banorët e vizitorët. Ai konsideron hapësirë mediatike si një mundësi për të treguar historinë, traditat e ndryshimet që po pasojnë kjo bashki. Të falenderoj që u bëre pjesë e CNA-s nëpërmjet kësaj speciale. Jo, do t'u falenderoj unë që jepni një hapësirë Kolonjës, se jetojmë në epokën e virtualitetit dhe çdo hapësirë është shumë e vlefshme, për më tepër që hapësira që ju ofroni nuk është një hapësirë që i shërben Erionit apo ne të dyve apo CNA-s personalisht, po i shërben një vendi që në Shqipëri ka një kontribut të veçantë. Një prej pikave të para të ndalesës sonë ishte pedonale e qytetit të Ersekës, një nga investimet më të dukshëm të realizuar në këtë bashki, një hapësirë që sot është kthyer në një pikë takimi për banorët, një vend çatitje për familjet e një atraksion për vizitorët që mbërrin në Kolonjë, e ndërtuar me një koncept që ndërthur elemente tradicionale të zonës me nevojën e një qyteti të modern. Pedonale ka ndryshuar mënyrën se si përdoret hapësira publike, e ka sjellë një tjetër gjallëri në jetën e qytetit. Ky investim sipas drejtuesit të bashkisë ka qenë një nga projektet që ka sjellë më shumë diskutime në momentin kur është përpozuar heqja e automjeteve në një prej akseve kryesore, e kthimi i saj në një zonë vetëm për kombësorët, u prit fillimisht me skepticizëm. Për sot, ajo konsiderohet si një ndërhyrje që ka dhënë një tjetër identitet Ersekës, dhe ka krijuar një hapësirë të re rekreative për komunitetin. Ne jo më kot jemi këtu në pedonale, është një nga investimet më të veçanta që ka bërë bashkia juaj. Çfarë ka të veçantë kjo pedonale? Dhe është një nga investimet që është kundërshtuar më shumë kur është hedhur si ide. Edhe është vërtet rasti për të përmendur që jo çdo konsult publike në fakt shërben si qitet ideja fillestare. Të gjithë banorët kanë qenë kundër, mendonin që mbyllja e një rruge, heqja e makinave nga rruga e ul punën, e ul vëmendjen dhe e boshatis. Në fakt e kundërta ka ndodhur. Ne jemi në vap tani, po nëse këtu vjen pasdite, kjo është shëtitoria e famshme që shkon drejt rrugës së Rehovës, andej më pas është një tjetër shëtitore 1.8 kilometra për ecje dhe biçikleta nga Erseka deri në hyrje të Rehovës, që solli një tjetër zhvillim. Shpresoj që shumë shpejt me fondet shqiptare të zhvillimit të bëjmë fazën e dytë, sepse pedonale është investimi i bashkisë. Solli një hapësirë të veçantë, ku është ruajtur tradita dhe guri është themeli i saj, dhe veçantia është një ujvare vogël, po themi një basen i një ujë të rrjedhshëm të qarkullueshëm, i cili ujin e vaditjes që vjen prej malit dhe të pricat e ujit të depos së furnizimit të qytetit tashmë nuk shkojnë kot në përrëke, po kalojnë në mes qytetit dhe më pas vazhdojnë që zbret për zonën tjetër në vaditje. Shumë shpejt do të kemi fazë të dytë. Uji i rrjedhshëm do të dali edhe në qendrën e qytetit, sheqin Rilindja, dhe deri tek unaza e qytetit, ku lidhet me atë që ne e quajmë sot për sot fyllëzimi. Për të një rrugë të transformuar, pedonale është konceptuar si një hapësirë ku ndërthura natyra, tradita, elementet karakteristike të Kolonjës, guri, gjelbërimi i ujit i rrjedhshëm janë pjesë e një koncepti, duke krijuar një ambient që jo vetëm përmirëson pamjen e qytetit, por synon të sjellë edhe një provojë të veçantë për çdo që viziton. Në fakt është atraksioni më i bukur dhe më i prekshëm i qytetit. Ka rivalizuar qendrën, pra shpesh qendra është bosh dhe pedonalja është plot dhe merr vëmendje, dhe veçantia e saj, ajri i pastër kur kombinohet me një ujë të rrjedhshëm, se njeriu ka një çike edhe psikologjike, duket shkëlqyesh më freskët se kudo, ndërkohë që impakti i ujit nuk është aq realisht, po psikologjia e bën këtë si duket.
Transformimi i Ersekës, sipas kryebashkiakut Erioni Sai, është pjesa e një ndryshimi më të gjerë në mënyrën se si duhet parë zhvillimi i qyteteve të vogla të Shqipërisë. Për te ndërhyrjeve fizike, qëllimi është krijimi i një tjetër perceptimi për të zona, duke i kthyer nga vendet që shiheshin si pika largimi në hapësira ku njerëzit mund të jetojnë, punojnë e ndërtojnë të ardhmen e tyre, me një pasuri të mangë natyrore, nga malet e mogramozit dhe traditat e hershme të zonës. Kolonja po synon të përdoret këtë potencial për zhvillimin e turizmit, ajri i pastër, peizazhe, produkte tradicionale e mikpritja e banorëve janë disa prej vlerave që sipas drejtuesit vendor mund të kthehet në një motor të rëndësishëm ekonomik për këtë bashki. Përveç pjesës së pedonales, çfarë investime të tjera janë bërë për qendrën e qytetit? Shiko, qyteti i Ersekës ka një transformim Tërësor. Ka një koncept të ri të qytetit. Përgjithsisht filloi pas rilindjes urbane, pra nuk dua që të marr një merit vet, po në 2014 kur unë ende as nuk isha në politikë dhe as e mendoja që do kthehesha i lidh kryetar bashkie në Ersek, rilindja urbane zgjoi qytetet ku të cilat ishte mbyllur koncepti se aty mund të jetoj. Duke sikur qytete si Erseka, Përmeti, ku diun apo në veri po themi Mati, dukeshin si qytete si stacione treni, secili me një valizhe në dorë dhe të pres trenin e mundësisë vetë për të ikur. Dukeshin si Fjetina konviktor është të harruar aty. Sot ka ndruar koncepti. Lidhet me një koncept të turizmit patjetër dhe të zimit të vetdijes për të përdorur më së miri ato që kemi. Pra ne nuk synojmë të konkurojmë Duomon e Milanos apo sheshin San Pietro të Vatikanit. Ne kemi një ajër të mrekullueshëm, një mal gramozi të jashtëzakonshëm, kemi kullotat më të mira besoj që ofrojnë një ushqim zinxhir të jashtëzakonshëm dhe padyshim njerëz të mrekullueshëm. Krahas investimeve e projekteve zhvillimore, një tjetër element që shoqëron identitetin e kolonjës është qytetësia e siguria e saj, një karakteristikë që për shumë banor përbën një nga avantazhet kryesore të jetesës në këtë zonë e që mund të jetë një faktor i rëndësishëm enge për familjet apo vizitorë që kërkojnë një tjetër standard jetese dhe kritmë të qyteteve të mëdha. Ta them se kam bërë baltë, e kam thënë në shumë televizione, po për ta kuptuar. Unë në shtëpinë që është pak më lart këtu ku jetoj me Qeran e Ersek, ende realisht çelësin e shtëpisë e lë poshtë rrugicës së shtëpisë time. Dhe nuk trazon njëri. Besoj bjem dakord që është qyteti më paqësor i mundshëm ku kriminalitet nuk diskutohet, po dhe incidentet kur janë totalisht incidente të lokalizuara dhe shpesh komike, se janë për gjëra vërtet shumë komike. Në këtë proces transformimi, një rol të rëndësishëm ka luajtur një investimet në infrastrukturën urbane, rehabilitimi i pallateve, përmirësimi i kushteve të banimit, sistemi i hapësirave publikeve e ndërhyrja në furnizim me ujë janë pjesë e një strategjie që synon të përmirësojë cilësinë e jetës së banorëve e krijojë një qytet më funksional. Dhe duke i shkuar këtij vizioni tek investimet këtë kemi parë, që do të thotë kemi sistemin kapot, i cili në pallatet që kemi ecur deri tani rreth 45% të qytetit, përveç se ka zgjidhur një problem të jashtëzakonshëm që është ngroja, pra termoizolimi, ku njerëzit harxojnë më pak dru zjarri sot edhe janë më të ngrohtë dhe më të freskët në verë, po ky problem në Ersek nuk është, po shkon te zinxhir. Pra ne si bashki kemi nevojë të presim më pak pyetje sot për të siguruar furnizimin me dru zjarri. Ka zgjidhur problemin estetik të një shëmtie urbane që pallate të ndërtuara me forca vullnetare, të rëna suvac, të degraduara me ngjyra, pulla, sot janë një shërbim urban dhe një atraksion i jashtëzakonshëm, ndërlidhi qytetin, pra ne sot kemi një koncept që fillon prej Rehovës, ku kemi bërë dhe këtë duhet ta falenderoj ambasadën austriake dhe zviceranës, është 100% me fondet të tyre që na kanë mbështetur, sheshin e Rehovës, i cili kishte marrë një tipar komunist me një lapidar ku padyshim respektojnë figurat e luftës nacionale çlirimtare, e kthyem në identitetin e 1900-s. Ai ka qenë sheshi i nuseve, sot është i gjithi në gur dhe në gjelbërim. Lidhet me pedonale në investimi i Fondit Shqiptar të Zhvillimit të rrugës së Rehovës, 1.8 kilometra shëtitore e jashtëzakonshme mes gjelbërimit edhe plepave të asaj zone. Kjo pedonale sheshi Rilinda, për ta thënë që është një nga investimet më kryesore që nuk është i dukshëm, po është i jashtëzakonshëm që është uji i pishëm. Dhe këtë dua ta theksoj, është e para dhe e vetmja sot për sot bashki në Shqipëri që ofron ujë 24 orë të pishëm për të dy qytetet edhe 48 fshatrat të kolonjës. Pra ne jemi në zonë urbane dhe rurale me 100%
ujë 24 orë edhe të pishëm, që është një investim i jashtëzakonshëm dhe është investimi i qeverisë shqiptare. Një tjetër drejtim ku është përqendruar puna e Bashkisë Kolonjë është arsimi i krijimit mundësive për fëmijët e të rinj, investimi në institucionet arsimore, hapësirat kulturore, auto sportive, synues të krijojnë ambiente ku brezi i ri të ketë më shumë mundësi për zhvillim, edukimi e aktivitete joshkollore, për të ndërtesave nga investimeve konkrete, një pjesë e rëndësishme e vizionit për të ardhmen e Kolonjës lidhet me krijimin e një jete më aktive sociale e kulturore, aktivitetet artistike, eventet e sporti shihen si mjete që jo vetëm argëtojnë komunitetin, por ndikojnë edhe në ekonominë lokale dhe në promovimin e zonës. Kemi të përmbyllur kompleksin e shkollave të qytetit 9 vjeçare dhe gjimnaz, ku tashmë aty kemi edhe një, nuk duhet ta quaj palestër, ne do të shkojmë më pas atë që ta shikojmë, por mund të them një, që ta bëjmë pak batut, domethënë është një, po themi, qytet fëmijësh që ka Korça, po themi një version Temu, pra një gjë më e vogël. Nuk ka madhështinë e qytetit të fëmijëve të Korçës, është diçka më e vogël, por ne duam ta shfrytëzojmë një investim të Ministrisë së Arsimit dhe Bashkisë Kolonjës, është investim i përbashkët, për të ngritur një qytet të vogël fëmijësh, ku të shërbejë si një kinema dimërore për të rinjt, të shërbej për qendrën kulturore të fëmijëve, për kurse të tipologjive të ndryshme, për ekipet zinxhir, sepse shpesh më kritikojnë, por më them që bëj zgjedhjen e mirë. Unë nuk jam tifoz i ekipit Gramozi, të ekipit që garon, nuk ka parë njeri kur është mirë, kur është tifoz aq me pak bastegji, unë shikoj me këmbë në tokë, por unë jam mbështetësi më i madh të ekipeve zinxhir, të fëmijëve të basketbollit, volejbollit, futbollit, pra për të rinj. Ne nuk e kemi mundësitë ekonomike dhe jam i bindur që bëj zgjedhjen më të mirë, Iris, që ne nuk investojmë miliona për ekipin e Gramozit për të ecur, nëse ne do të kishim futbollistët tanë do të ishte shkëlqyer, po ende nuk e kemi këtë luksin e të blejmë futbollistë për të performuar me ekipin, por nxitjen e fëmijëve për sportet, për shëndetin e tyre, kultivimin e jetës tyre, e bëjmë dhe bëjmë me kënaqësi. Dhe kjo palestër do jetë një funksion i jashtëzakonshëm për qytetin dhe dua ta përmend si investim, sepse është investim. Nuk është një investim fizik i prekshëm, por është një investim nga më të mirët që unë kam bërë si 7 vjet kryetar bashkie, këtu dua ta marr meritën vet. Investimin e event. Për te investimeve në infrastrukturë dhe transformimin fizik të qytetit, Bashkia Kolonjë është zhvillimin nëpërmes krijimit të një jete më aktive sociale e kulturore për banorët. Sipas kryebashkiakut Erion Isai, një nga arsyet kryesore që ndikon në largimin e familjeve nga qytetet e vogla nuk liget vetëm me aspekt ekonomik, por edhe me mundësitë që ofron fëmijëve dhe komunitetit për të pasur një jetë më të pasur sociale, kulturore e artistike. E di pse quaj investim për të shërbyer konceptit. Përse duhet një familje, po themi doktorësh, infermierësh, mjekësh, arsimtarësh të ikin nga Erseka, kur mirëqenia është shumë e mirë, një mësues që paguhet, po themi 900 euro apo 1000 euro në Ersek, dhe i njëjti mësues kur merr 900 euro apo 1000 euro në Tiranë, kosto nuk e ka njësoj. Pra sakrificën e bën kur shkon në Tiranë, jo kur jeton. Pse ikin? Për shkak të aspektit social, ku fëmia nuk ka mundësi të bëjë një kurs piano apo pikture, ku fëmia mund ta shikojë dhe ta ndërrojë në virtualitet një këngëtar, por nuk e sheh dot ke sheshi vet, dhe qytetet futet në një cikël biologjik të jetuarit, që ham dhe flem gjumë. Ky është aspekti i parë. Pikërisht për këtë arsye, aktivitetet, eventi e krijimi i një hapësire të reja kulturore konsiderohet për ti si një investim drejt për të ardhmen e qytetit. Synimi sipas tij është që Erseka të mos jetë vetëm një vend ku njerëzit jetojnë dhe punojnë, por një qytet ku familjet gjejnë mundësi, argëtimi e arsye për të qëndruar. Me këtë vizion, eventet kulturore shihen jo vetëm si aktivitet artistike, por edhe si një mundësi për të gjeneruar ekonomi lokale e për të sjellë një zinxhir përfitimesh për bizneset e komunitetin. Kryebashkiaku Erion Isai, si shembull koncert organizuar në qytet, ku sipas tij ndikimi ekonomik ka qenë më i madh se vetë investimi i bërë nga bashkia. Aspekti i dytë ka qenë kur në vitin 2020, koncerti i parë që kemi bërë ka qenë 5 korrik 2020 dhe ishte Aurela Gaça. Dhe ne bëm një matje reale aty, të kostos që shpenzoi bashkia me të ardhurat që siguruan hotelet dhe restorantet të qytetit atë ditë. Dhe unë do t'i them me shifra. Ne harxuam 10 milion lekë vjetra, pra 10.000 euro gjithsej, qyteti arkëtoi 56 milion lekë të vjetra atë ditë. Pra ne harxuam 1/5 e asaj që u fut në qytet. Tani dikush që do t'i biesh kur thot, po pra patoi fitoi pronari hotelit, por nuk është kështu, sepse atë ditë ata që shesin mish shitën
5 herë më shumë, po. ata që punojnë 5 herë më shumë, ata i shesin qumë ashtu, baxhat e qytetit po ashtu, dhe kalon në një ekonomi zinxhir qarkulluese, cila sjell të ardhura. Dhe në këtë 56 milionësh nuk janë matur bar kafet dhe prodhuesit e vegjël të po themi artizanët, tapeteve qilimave, apo prodhimet e petkave, roshnicave, tranave apo zaireve. Janë matur vetëm hotelet dhe restorantet. Dhe ky është një mekanizëm që ne e dim shumë mirë. Nuk e fsheh fare dhe unë e shikoj si koncept, është një kopje e Korçës, pra si u bë Korça. Qyteti e vendeve u bë Korça. Sipas kryebashkiakut të rion e saj, hapi rregës për zhvillimin e kolonjës liget me një bashkëpunim më të madh në nivel rajonal. Krijimi i kalendarit të përbashkët aktivitetesh mes bashkive të Qarkut Korç shihet si një mundësi për të rritur më tej potencialin turistik e për të promovuar të gjithë Juglindjen si një destinacion të përbashkët. Tani ka ardhur koha që ne të kalojmë në një tjetër pikë. Unë mendoj që të rrisim suksesin e kolonjës, unë mendoj që ne duhet të shkojmë tek zhvillimi në nivel rajonal. Nëse ne nuk e shikojmë rajonin e Korçës si një të përbashkët, dhe jemi në diskutime dhe besoj që do bijem dakord shpejt që ne të krijojmë agjencinë e eventeve të përbashkët, të 5 bashkitë të Qarkut, të kenë një kalendar të përbashkët kulturor, aktivitetesh dhe besoj që do jetë gjë me sukses me çdo ndërtoj. Përveç investimeve në infrastrukturë e zhvillimit të turizmit, një pjesë e rëndësishme e identitetit të kolonjës lindet me mënyrën se si kjo zonë zgjedh të prezantohet e të promovojë vlerat e saj në një kohë kur shumë qytete kanë zgjedhur të njëjtën formë promovimi. Përmes sloganave të ngjashme, Bashkia Kolonjë ka kërkuar një qasje ndryshe, duke mbështetur tek simbolika, tradita e elemente që e bëjnë këtë zonë unike. Një prej këtyre ideve është vendosja një simboli që linget drejt për së drejtë me nga këngët më të njohura të krajinës, duke synuar krijimin e identitetit të veçantë për qytetin e për vizitorët që mbërrin në Kolonjë. Sipas kryebashkiakut të rion e saj, kjo është një përpjekje për të shmangur kopimin e modeleve të tjera e për të krijuar diçka që përket historisë e kulturës së zonës. Nga e keni marrë këtë as e vogël as e madhe? Po, shiko, artistja mund, domethënë, duke qenë se gjithë qytetet po bëshin njësoj, I love Librashti, I love Puka, I love Shkodra, thashmë, okay, ne do bëjmë një gjë ndryshe. Dhe kënga e talon e Kolonjës është as e vogël as e madhe, dhe zgjodhem të bëjmë as e vogël as e madhe. Është akoma në miniatur, ideja do ta zhvillojmë edhe më shumë si instalacion, po që është nisur për të bërë diçka ndryshe nga kjo shtamposja e gjitha ideve që nëse funksionon në një vend, me që suksesi është i sigurt kështu ta bëjmë kështu. Ne nuk zgjodhëm të bëjmë I love Kolonja, zgjodhëm të bëjmë as e vogël as e madhe dhe ka funksionuar bukur. Vin të gjithë bëjmë foto e shohim që Po, ka është bërë, ka marrë trendin e vet edhe kjo. Trashëgimia kulturore e Kolonjës është e lindur ngushtë në muzikën, veshjet tradicionale, zakonet e veçanërisht me traditën e sazeve, një pasuri që ka buruar nga zona e Leskovikut e që sot konsiderohet një prej vlerave më të rëndësishme të identitetit kulturor të kësaj treve. Për kryebashkiakun e rion e saj, kjo trashëgimi është një element që duhet ruajtur e promovuar më tej, pasi përmbledh një të vetme historinë, muzikën, gastronominë nga traditat e brezave. Sa po ishim te muzeu në fakt edhe folëm edhe pak bashkë për traditën që keni ju dhe kolonjarët për veshje tradicionale, për ato vallet e bukura, për këngët. Çfarë tregon kjo traditë për Kolonjën dhe sa e rëndësishme është? Shiko, për hir të së vërtetës, që t'japim hakën që ju takon. Tradita burimore e etnografisë dhe muzikës buron nga Leskoviku, që është patjetër pjesë e Kolonjës, po Leskoviku janë, le ta themi këtë gjë, shpikësit e sazeve në botë. Pra edhe para grekëve dhe para gjithë të tjerëve buroi aty si muzikë që ndërlidhi veshjen, gatimin, muzikën, traditën, historinë. Bartin të gjitha bashkë atë që ne mund ta quajmë një burim të jashtëzakonshëm që mbart Kolonja në trashëgimi kulturore. Në kuadër të këtij vizioni, për të kthyer kulturën në një pikë të rëndësishme të zhvillimit turistik, Bashkia Kolonjë planifikon një rikonceptim të hapësirave muzeale të qytetit. Synimi është që muzeu të mos jenë vetëm vende ekspozimi, por pika të mirëfillta të rejse për vizitorët, ku historia e trashëgimia e zonës të prezantohen në mënyrë më bashkëkohore. Projekti i ri parashikon rikthimin e muzeut historik të qytetit në funksionin e tij kryesor, krijimin një hapësirë të dedikuar për fotografinë e Juglindjes, ku një vend të veçantë do të ketë ke figura rëndësishme të fotografisë shqiptare, si nga zhvendosi i muzeut etnografik në Reov, duke përdorur një nga shtëpitë tradicionale të zonës. Gjithashtu, një tjetër ide është krijimi i muzeut të sazeve, a atij të verës e Rakis Leskovik, për të sjellë më shumë vizitorë drejt kësaj zone. Edhe me që jemi këtu, muzeu i qytetit, po e vetëm muzeu, po e gjithë hapësira që do ndërlidhet me qendrën do shkojnë në një rikonceptim
të plot, sheshim mbrapa bashkisë, i cili është sot për sot një shëmtirë urbane. Ne shkojmë në rekonstruksion të muzeut aktual të qytetit, i cili kjo godin do të jetë vetëm muzeu historik i qytetit. Midis muzeut edhe bashkisë do të ndërtohet një godinë e re, e cila do të jetë muzeu i fotografëve të Juglindjes, ku do të prevalojë Dimitër Vangjeli, dhe muzeu etnografik do të shkojë në Rehov, në një prej shtëpive, më saktë në krah të kishës. Muzeu aktual i fshatit Rehov do të jetë muzeu etnografik i qytetit, dhe shumë shpejt, me shpresë të madhe, muzeun e sazeve dhe të rakisë dhe verës në Leskovik. Pra do kemi 2 muze në Leskovik, atë të sazeve ku padyshim do të prevalojë familja e Afisë e Leskovikut, dhe muzeu i verës edhe i rakisë atje, për të marrë një hapësirë të re, sepse njerëzit duhet të vizitojnë dhe duhet të vinë në Kolonjë. Dua ta theksoj këtë, që është gjykatësia e Ministrit të Kulturës dhe Turizmit Blendi Gonçës, që ka hapur një thirrje për gjitha bashkitë mbi muzet. Ne po punojmë për këtë gjë. Kemi bashkëndar peshën me qeverinë, pra edhe bashkia me ato kapacitete që ka, do të futet në investim. Krahas projekteve të reja muzeale, një tjetër sfidë është rikthimi i objekteve të trashëgimisë që aktualisht ndonjë të pa ekspozuara. Sipas Bashkisë Kolonjë, një numër i konsiderueshëm objektesh me vlerë historike e kulturore që linken me këtë zonë ruhen në fondet e muzeve kombëtare, por nuk janë të aksesueshme nga publiku. Përmes bashkëpunimit me institucionet qendrore, synohet që këto objekte të rikthehen dhe ekspozohen në Kolonjë, duke nga publiku mundësinë të njohë nga afër historinë e kësaj treve. Përveç trashëgimisë kulturore, zona mbart një vlerë të rëndësishme arkeologjike, me zbulime që dëshmojnë pranin nga zhvillimin e hershëm të qytetërimeve në këtë territor. Të them një fakt, në magazinën e muzeut kombëtar, pra të pa ekspozuara, vetëm objekte të gjetura nga Kolonja rreth 300 objekte, të cilat në muzeun kombëtar nuk ekspozohen sepse ka objekte të ekspozuara, por në Kolonjë nuk vjen dot për shkak të sigurisë dhe kushteve që muzeu ka, sepse ato duan temperaturën e tyre. Menjëherë pas kësaj, ne me muzeun kombëtar do të risjellim ato që janë pa ekspozuara për t'i ekspozuar, sepse Kolonja është një hapësirë jo vetëm e trashëgimisë kulturore, po edhe nga gjetjet arkeologjike e periudhës ilire është një nga zonat më të jashtëzakonshme, sidomos kodrat e Kamnikut, ku gjetjet e asaj periudhe janë brillante të jashtëzakonshme, dhe mjafton në fakt t'ju them atje ku do shkojmë ne tani. Tuma e Rehovës është më e madhe në Ballkan, 287 varre ilire të zbuluara. Një prej pikave më të rëndësishme të vizitës sonë në Kolonjë ishte fshati i Rehovës, një prej perlave të kësaj zone, dhe një destinacion që vitet e fundit ka marrë gjithnjëherë më shumë vëmendje. Përballë kritikave sa vëmendja është përqendruar më shumë te kjo zonë, kryebashkiaku Erion Isai shpjegoi se Rehova mbart një histori të veçantë, një model të rëndë organizimi komunitar e një trashëgimi që e bën unike jo vetëm për Kolonjën, por edhe për të saj. Historia e Rehovës linket ngushtë me emigracionin e hershëm të banorëve të saj, e me mënyrën se si ata, edhe pse larg vendlindjes, vazhduan të kontribuonin për zhvillimin e fshatit. Ky model i bashkëpunimit e përgjegjësisë komunitare ka bërë që Rehova të kishte që në fillim të shekullit të kaluar elemente të zhvillimit urban që për kohën ishin të rralla. Po mbërritëm në Rehovë, në fshatin më turistik që ka Kolonja. Çfarë të veçanta ka fshati Rehovë? Ka shumë, shiko. Në kam unë një akuzë nga gjithë banorët e Kolonjës, më thonë që ti vetëm Rehova të rigoja. Rehova është e jashtëzakonshme në fakt, veçanteja saj buron në mënyrë se ky fshat ka këtë formë që ka sot, kur në vitet 1900 burrat e Rehovës në masë emigruan në Amerikë, atje themeluan një shoqëri, shoqat mund ta themi me këtë që mund të përdorim termat e sotëm, me emrin Rehova. Dhe punonin dhe vendosin një taks, po themi, kontribut që ata mblidhnin lekët dhe një në vit i dërgonin për të bërë punët publike të fshatit. Dhe Rehova qysh për viteve 1900-1920, pra në këto vite, ishte fshat që kishte kaldrëmet, ujin e pishëm, kanalizimet, portat. Kjo ka qenë veçantia e saj, që ndërgjegja e punës publike ka qenë aq e fortë, sepse e ndërtuan me punën e tyre, dhe ne dim shumë ishin ato vite puna në Amerikë ka qenë ajo që ka qenë. Edhe kjo është një veçanti e jashtëzakonshme e fshatit. Për te historisë së saj sociale, Rehova mbart një trashëgimi të pasur fetare, arkitekturore e kulturore, me kishte e vjetra, ndërtime karakteristike prej guri e me linje të fortë mes traditës e jetës së komunitetit. Fshati është kthyer në një shembull të ruajtjes së identitetit për vite. Është një fshat që rrethohet nga të gjitha anët e vet me kisha, shumë të vjetra. Ikonostasi i famshëm më i bukur i më i veçantë që është në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë është marrë nga kjo kishë këtu. Është një gjirokastër në miniatur, ku çdo gjë fillon, buron vetëm te guri. Një fshat i krishterë, pra
qasja e krishterë është shumë e fortë, e kanë gjetur lidhjen midis besimit në Zot dhe zhvillimit shoqëror në mënyrë perfekt. Ndonjëherë feja dhe zhvillimi, sidomos në ato vite, nuk ka qenë një udhë që bëje përbashkët. Rehova këtë gjë e ka zgjidhur qysh për asaj kohe. Krahas vlerave historike, Rehova mbarte një pasuri të rëndësishme kulturore përmes traditave muzikore e zakoneve të saj. Vallja, këngët, mënyra e jetesës, arkitektura tradicionale janë elemente që sipas Bashkisë Kolonjë mund të kthehen në një aset të rëndësishëm turistik, ekonomik për zonën. Vallja Fjata Mushata Buron, nga këto zona, nga këto krahina, Rehova ka të Simën, ku gjen gjithçka të fshatit, por të kuruar si një imazh klasi të vendeve më të zhvilluara që mund të ketë. Unë prej fillimit e kam pikasur, zgjedhur, dhe destinacioni final që unë mendoj që Rehova duhet të ketë dhe ne punojmë për të saj, që të jetë një hotel horizontal. Pra gjithë fshati është një hotel i madh horizontal ku njerëzit bashkëjetojnë, bashkëveprojnë me turistët. Pikërisht me këto vlera është ndërtuar një vizioni për të ardhmen turistik të Rehovës. Ideja është që ky fshat të mos jetë thjesht një pikë vizite, por një destinacion ku turistët të mund të përjetojnë drejt për drejt jetën tradicionale, duke bashkëtuar me banorët e duke njohur nga afër zakonet, ushqimet e mënyrën e jetesës së zonës. Një pjesë e këtij vizioni lidhet edhe me rikthimin e traditave të hershme e krijimin e atraksioneve të reja turistike. Një prej ideve që po punohet është rikthimi i simbolikës së sheshit të nuseve si një hapësirë ku tradita e dasmave kolonjare mund të shndërrohet në një eksperiencë për vizitorët. Ajo ndodh tashmë kur njerëzit vinë, jetojnë me banorët në një shtëpi, hapin petët e byrekut bashkë me zonjat, shkojnë te kafshët shtëpiake bashkë me zotrinjt. Kjo është ideja që Rehova mbart dhe një traditë që po duam ta fillojmë shumë shpejt është sheshi i nuseve, që ne të nxjerrim nuset nga ai shesh, jo vetëm të Rehovës, jo vetëm të Kolonjës, por si një atraksion turistik. Dikush që do të bëj dasmën, që nga ceremonia me kryebashkiakun apo me priftin, deri tek veshjet, fotot, klipet, të vinë tek sheshi i nuseve dhe tek fshati i Rehovës. Ju e patë edhe vetë sa mikpritës janë njerëzit këtu, kështu që ky është destinacioni. Një tjetër element që e bën të veçantë Rehovën është ruajtja e pronësisë, ngelingja e fortë e banorëve me shtëpitë e tyre tradicionale, ndryshe nga shumë zona të tjera ku banesat e vjetra shpesh shiten apo praktisen. Në Rehovë ekziston ende një ndjenjë e fortë për ruajtjen e trashëgimisë familjare. Në këtë kuadër, një vëmendje të veçantë merret ruajtja e kujtesës së figurave të rëndësishme që kanë dalë nga kjo zonë. Një prej tyre është artisti Agim Qirajqi, shtëpia e të cilat shihet si një mundësi për të kthyer në një hapësirë me vlera kulturore e turistike. Një karakteristikë që ka Rehova, këtu nuk shiten shtëpi. Edhe njerëz që mund të kenë vite që kanë ardhur, që janë të mbytura, që janë të rënuara, këtu nuk shiten. Shumë vështirë. Dhe dua ta theksoj, ne kemi nga Rehova, shtëpia në krah të kishës është një artist të madh si Agim Qirajqi, i cili ka lindur këtu edhe po shpresojmë shumë që trashëgimtarët e tij të mundet që shtëpinë ta kthejnë dhe në një hotel dhe në një muze të Agim Qirajqit. Turizmi në Kolonjë ka karakteristika të veçanta, edhe për sa i përket profilit të vizitorëve. Sipas Bashkisë Kolonjë, ndryshe nga shumë zona të tjera, numri i turistëve të huaj është më i lartë, me vizitorë nga vende të ndryshme europiane që kërkojnë një eksperiencë ligjore me natyrën, traditën, jetën autentike të banorëve. Një tjetër element i rëndësishëm i zhvillimit turistik është linja mes destinacioneve të ndryshme të bashkisë, rruga nga Arseka, drejt Leskovikut, natyra e zonës, turizmi me motor kampigjesh e qëndrimi në fshatat tradicional, por krijon një itinerar që synon të sjellë më shumë vizitorë në të gjithë Kolonjën. Tu janë hapur edhe Bujtina në fakt. Sa i preferojnë turistët, nga janë më shumë ka turistë. Shiko, ndryshe nga Korça, Kolonja ka një veçanti. Numri i turistëve të huaj është 3 herë më i madh se sa shqiptarëve. Dhe përgjithsisht janë gjerman, çek, polak, austriak, po tani ka nga të gjitha zonat dhe të gjitha shtetet. Dhe preferenca për Rehovën, se janë të tipologjisë ndryshme, është tek bërja jetës së banorët, pra njësoj, të gatuajnë bashkë me ta, të hanë bashkë me ta, të shëtisin, bëjnë hiking në mal bashkë me ta, dhe përgjithsisht gjerman janë të shumta ata që e preferojnë. Ka dhe një turizëm kombinuar, që do të thotë, sepse përgjithsisht Aksi Nacional Ersek Leskovik preferohet nga turistët që bëjnë guidat me motora apo me kampera. Por tani ka filluar dhe kombinohen, pra edhe të motorave dhe kamperave stacionohen një ditë në Rehovë apo 2 ditë dhe më pas vazhdojnë rrugën drejt Leskovikut.
Krahas Rovës, një tjetër pikë me potencial të madh zhvillimi është krajina e Leskovikut, me traditet e sazeve, progrimeve lokale, natyrën e veçantë, ligjat, nga projektet e reja turistike. Kjo zonë shihet si nga shtyllat kryesore të zhvillimit të ardhshëm të Bashkisë Kolonjë. Sipas kryebashkiakut të rrjedhën e saj, zhvillimi i Kolonjës kërkon që secila zonë të shfrytëzojë maksimalisht veçantësitë e saj, ndërsa Rehova e Leskoviku kanë krijuar tashmë një identitet të fortë turistik, Erseka mbetet një hapësirë ku nevojiten ende ndërhyrje e punë për të arritur të njëjtën ritëm zhvillimi. Me që jemi në Rehov, janë dy gravitetet më të mëdha që Kolonja ka, që është Rehova dhe krahina e Leskovikut. Nuk po du të them vetëm Leskoviku si qytet, po rruga më e bukur në Shqipëri që është prej Urës, Shalësit edhe deri në Leskovik, që janë pyjet e magjishme të Kolonjës, ligjat e Sarandaporit, për cilat ne po punojmë për një projekt shumë ambicioz. Tashmë atje jo vetëm të verës dhe rakis, po prodhues të parë në Shqipëri të gjinit, ku është një atraksion me vete turistik me lehtësimi distileri, me prodhimet e veta të jashtëzakonshme që vërtet ka pasur impakt edhe buj, mikpritja e Leskovikut, sazet e Leskovikut, dhe më duhet ta pranoj që sot që flasim, Erseka është shumë mbrapa nga Leskoviku. Pra nëse i marrim të dy qytetet e bashkisë, Erseka ka shumë punë për të bërë para Leskovikut. Në fokusin e investimeve të Bashkisë Kolonjë, për brezin e ri është krijimi i ambienteve moderne sportive e edukative, si një mënyrë për të ofruar më shumë mundësi për fëmijët e të rinjtë të zonës. Një prej investimeve më të rëndësishme në këtë drejtim është palestra e re e gjimnazit Petronina Luarasi në Ersek, një hapësirë që është konceptuar jo thjesht si një ambient për zhvillimin e orëve të edukimit fizik, por si një qendër që mund të presë aktivitete sportive, kulturore e komunitare. Ky investim si mund të plotësojë nevojën e nxënësave, por edhe të krijojë një hapësirë të re për të dy qytetin. Herë të parë keni ngritur këtë palestër në Ersek. Po, është e para. Është një financim i Bashkisë dhe Ministrisë së Arsimit, ka tipologjit, pra është funksioni bazik është si palestra, po themi, e gjimnazit Petronini Luarasi, por siç e shikoni, investimet e kalon. Kemi një hapësirë për publik, e cila në konceptet veçanta shtohet dhe shkojmë deri në kapacitete për 250 vendesh. Janë të gjitha infrastrukturat e nevojshme për dhoma ndrimi, veshje, zhveshje, dushe, tualete të dyja gjinive të ndara, ka sistem ngrohje për gjatë dimrit, është përveç sistemit të ngrohjes atmosferës, është edhe pjesa e parketit poshtë është një me sistem ngrohje. Palestra e re sipas kryebashkiakut të rrjedhën e saj, ka tejkaluar konceptin fillestar të një infrastrukture sportive, shkollore, e tashmë po shihet si një pjesë e një kompleksi më të gjerë zhvillimi për të rinjt. Hapësira është testuar që në aktivitetin e parë, publik jo vetëm si ambient sportiv, por edhe si një vend ku mund të zhvillohen aktivitete artistike e kulturore. Paralelisht me këtë investim, Bashkia Kolonjë po punon për zgjerimin e mëtejshëm të kompleksit arsimor, duke synuar krijimin e një zone të plotë me ambiente sportive, fusha e mundësi të reja edukimi për komunitetin. Nuk e kemi inauguruar me ndeshje, kemi inauguruar me koncert. Pra, dhe koncert, po me Pulson Stars të rinjve të qytetit, që ishte një performance musical, e tejkaloi, pra jo vetëm 250 vende, por gati 300 vende. Shumë shpejt është në procedurë prokurimi, ne përmbyllim rrethimin e kompleksit arsimor, ku kemi një projekt të gatshëm ku presim mbështetjen e Federatës Shqiptare të Futbollit, e cila në parim na është dhënë, për të ndërtuar dhe 2 fusha stërvitore futbolli jashtë palestrës, dhe ne shpresojmë që brenda një viti të kemi këtë ambient të mbyllur me një kompleks fushash futbolli, volejbolli, basketbolli dhe tenisi në të gjithë kompleksin arsimor të qytetit. Dhe faza tjetër që po bëjmë gati të aplikojmë është konvikti i qytetit, që do ta konceptojmë jo vetëm për të shërbej të rinjve që vinë nga fshatrat e rrethinave të Kolonjës për gjimnazin Petronini Luarasi, por hapjen e një dege të shkollës profesionale të rajonit Korçës. Pra, qendra e Korçës hapim një degë profesionale, qoftë të praktikave, po qoftë të tipologjive të veçanta, si është pylltarisë, biletritjes, apo e shërbimit, sepse duam që të shkojmë tek këtij koncepti. Për Bashkinë Kolonjë, investimet e të rinjt nuk liget vetëm me ndërtimin e godinave të reja, por me krijimin e një modeli që i jep qytetit më shumë mundësi zhvillimi e qëndrueshmërie. Për këtë arsye, krahas ambiteve sportive, po punohet edhe për rikualifikimin e strukturave të tjera, si konvikti i qytetit, e mundësia e hapjes së degëve profesionale që ligen me nevojat e potencialit të zonës. Ideja është Erseka të mos jetë vetëm një vend ku të rinjt marrin arsimin bazë, por një qendër që ofron mundësi të reja profesionale e që mund të tërheqë vizitorë të rinj nga zona të tjera. Jemi duke përmbyllur projektin e restaurimit,
që të mundet që ta shohim këtë kompleks të Shërbej, jo vetëm të rinjve të qytetit, cilën patjetër unë nuk e kam kompleks ta pranoj, janë të pak në numër, është një gjë që ndodh në gjithë botën, globalizmi është një frymë botërore vetëm këtu, por të Shërbej edhe atyre të jetuarit sezonal, po themi, që mund vinë për një shkollë profesionale, për një kamp veror, apo pse edhe turistëve. Ne jetojmë në dy kohë, pra unë nuk e quaj më vetëm kryebashkiaku i kolonjarëve, se censusi i fundit kolonjarët i nxori 9800, kurse deklarimet e hoteleve të vitit të kaluara ishin 36.000 fjetje. Pra i bie që 2 kolonja e gjysmë kanë jetuar disa ditë në këtë kraj. Kolonja vijon të ndërtojë një histori të re zhvillimi, duke u mbështetur ato vlera që i kanë shoqëruar ndër vite: natyra, tradita, trashëgimia kulturore e njerëzit e saj, nga transformimi urban i Ersekës dhe fshatra karakteristikë si Rehova e zonat me pasuri të jashtëzakonshme si Leskoviku. Kjo bashki po përpiqet të krijojë një identitet të ri, ku turizmi e cilësia e jetës së komunitetit të ecin paralelisht. Investimet në infrastrukturë, hapësirat publike, arsimi, sporti e kultura janë pjesë e një vizioni që synon të kthejë kolonjen në një destinacion me më shumë mundësi për banorët e vizitorët, një zonë që nuk kërkon të kopjojë modele të tjera, por të promovojë atë që e bën unike: autentitetin, qetësinë, historinë e traditës të ruajtura e ndërpreza. Në fund të këtij udhëtimi në zemrën e kolonjës, ajo që mbetet është një panoramë e një territori që po ndryshon, por që njëkohësisht përpiqet të ruajë identitetin e tij, një bashki mes maleve të traditës që synon të kthehet në një pikë referimi për turizmin e zhvillimin në juglindjen e Shqipërisë.